si u prit dalja e zotit Taravari nga Vleni dhe afrimi i tij me frontin evropian? Si u prit nga gjithë aktorët që janë brenda frontit evropian? Unë personalisht deri sot nuk e di arsyen pse ka dalë prej qeverisë apo prej Vlenit. Ishte nismëtari që e bëri Vlenin pjesë bisedimeve me kryeministrin aktual. Ishte ai që zhvilloi sa bisedime me to. Sinqerisht nuk e di arsyen, por a ka bo veprim të mirë? Po, e përshëndes, si veprim të mirë. A ka përgjegjësi për një vjet qeverisje të gabuar? Do ketë përgjegjësi, se s'paku e dini që Ministria e Shëndetësisë gjitha ato dome që u bën shqiptarët ishte ministri shqiptar. 30 drejtor ekonomik ku shqiptarët kishin derë ku trokasin, ishte ministri shqiptar. Të largohen ato 30 drejtor pa asnjë arsye, me një pretekst se po minimizohen harxhimet kuadrit të ministrisë, ishin më shumë me turpshme dhe qesharake sa që ishin të bazuara dikon. Kjo është e kërkesë e programit VMRO-s parazgjedhore që do i hekin drejtorët ekonomik, ndërsa drejtorët ekonomik ishin qelës i shumë halleve të shqiptarëve, qoftë si pacient, qoftë si mjek, qoftë si punonjës në kuadër të institucione, se s'paku kishin kujt i drejtohen për hallet e tyre. Sot nuk e punësime, largon shqiptarët nga atje, zaventësohen me Maqedonas në gjitha institucionet shëndetësore. Jo një, do të kemi vazhdimisht komunikim me mjek dhe personel dhe përgjithësi që janë në kuadër të këtyre institucioneve, të cilët i tregojnë këtë realitet. Nga bordet largohen shqiptarët se kanë qenë 3, hiqen të 3, vendoset vetëm një se s'kanë fuqi më tepër diçka tjetër, mjekët nuk kanë asnjë avancim, nuk ka qasje, motrat medicinale dhe personeli tjetër shëndetësor nuk kanë qasje të kenë. Kjo përgjithësi do mbetet njollë e zezë Taravarit. Po, besoj që kalimin përsëri e them e përshëndes, po njollat e zeza çdo kush do ta ketë një lloj përgjegjësie, s'paku në aspektin historik.